vajza, bravo! Qare vajzash. I love this job. Ulluni me edhe dëgjoni sa mirë dhe gjeni me vëmendje. Sa gjërat bukura duhet të tregojmë sot. Ashtu, mi nderuar. Më fal, ju jeni në moshën e pubertetit tani. Po, nuk duke se keni hyrë, po kështu që mund të lexojmë gjëra që si lindin fëmijë, si ndodh si një femër ngel 7 zënë etj. Pse po i themi këto? Doni të mësoni apo doni të vdisni ignorante? Okej. Atëre, mi nderuar, si që shikoni në dorë bashkë me kolegun tim kam libra për fëmijë që shiten në këto libraritë të Tiranës. Sa të duash. Ku dush, më ku dush. Jo vetëm edhe në përtezga. Në përtezga, po. Ndalon, shikon çuni një libër të bukur. Babi, dua këtë libër, tha i mbir, trupi im. Dhe po ta kthesh pak mbrapa, thotë kanë bërë një libër për trupin tënd. Enciklopedi për fëmijë 3 deri 6 vjeç. Shumë bukur thashë. Aleksandri është 4. Po, Aleksandri është 4, është brenda. Dhe hap librin, edhe kështu pasaj, sot e kësaj dite nuk e kam thënë dot përgjigje, se çuni më pyet babi, çfarë Ku lexove këtë libër mos vallë mësove gjëra që as ti vet nuk i dije. Jo, unë mendova që më dhënë... Vazhdon me idenë që ke linur nga lakra në këto gjërat. Se nuk është ashtu. Jo, unë nuk kam linur nga lakra. Mu më ka sjellë dhe leku për vete. Ti që ke linur nga lakra, ma ti ke linur nga lakra. Mu më ka sjellë dhe leku. Po si jo, leku. Ndërsa këtu, çuni im kuptoj që... Ta që kuptoj, po 4 vjeç minon, si ti thush në unë që... Shiko, që... Nga se kemi ardhur. Dhe ku do shkojmë? Nisem, ndiqeni pak hapin e parë. Lete, bukur, bukur, dora i besa e lumtur, hap kjo faqe kthej një flet, në përshkronja bota vet. Me ty mendjen lartësoj, me ty zemrën e gëzoj, bëhen zoge fluturoj, habitare. Vjersha për fëmijë të vegjël është një nga librat që mund të vjerë në dorën e çdo prindi që dëshiron që të mësoj fëmijën e tij përpara se të futet në shkollë. Por le të shohim se çfarë ka në përmbajtje ky libër. Vjersha titullohet Lumi. Ja bën lumi, bo se zërgjumi, shko në det për t'u larë, s'ka peshqirë për t'u tharë. Dhe ja ku kemi blerë një tjetër libër në një nga librarit e qytetit, dhe le të shohim një vjersh që ka në përmbajtje. Si hoqi të gjitha raqet, e pa breku zhyt në det, nga turpi u skuqën faqet gjyshit, e nipi t'i flet. Të gjoben, se të kam gjanë, që të rifarur në përshal, peshka qeni del të hanë, se i duket po si ngjall. Po të qikosh shumicën e librave të letërsisë për fëmijë, disa nuk botohen fare në për shtëpi botuse, kanë vetëm shtyp shkronjën. Kjo do të thotë që ai libër është futur direkt pas një lloj kontrolli bile as pa i bërë edhe korektimin e nevojshëm. Botohen librat me gabime të tmerrshme gjuhësore. Botohen me fjalë jo vetëm të papërshtatshme për kalamajt, për fëmijët, por edhe me fjalë që tashmë kanë dalë nga repertori, nga fjalori i gjuhës shqipe që janë vjetëruar ose që janë fjalë tepër dialektore. Vetë shtëpitë botuese nuk i kushtojnë ndonjë rëndësi të madhe kësaj lloj letërsie. Shpeshherë i pranojnë librat ashtu si u çojnë autorët, nuk bëjnë seleksionim. Nuk mund të themi ende që të paktën gjatë këtyre 20 vjetëve të kemi disa libra për fëmijë që t'ju referohemi atyre. Është tepër vështirë që të gjejmë pika reference. Çka ke më për të bashkë? O çon. Çka? O babi, si... Më fal. Çka? E pare punës kam ja 2 muhabete me mamin dhe me babin tim një. Se nuk ma ka thënë kështu muhabetin. Si ta ka thonë ty? Kur një burrë dhe një grua janë të dashuruar, ata përqafon dhe përkëdhelen. Po brava. Pastaj vendosi të bëj një bebe. E vendosën Iko, po si bëhet bebja. Kur babai vendos seksin e tij brenda seksit të mamit. E kuptuat goca? Ai vendos aty një lëng që mban kokriza të vogla. Spermatozoide. Këso janë kokrizat e vogla? Spermatozoide janë kokriza. Nëse njëra prej këtyre kokrizave takon kokrizën e mamit, i thot, s'kemi kokriza mamit, mirë, po pasaj? Ky është fillimi një bebe e tre. Ot në arroj bebja, shumë mirë. Bebja rritën në barkun e mamit në një xhep të mbushur me ujë. Kemi fëmijë në shtëpi, kanë gjithë fëmijë në shtëpi. Ore, si do bëhet në këtë vend? Do të kontrollojë njëri këto libra që botohen për fëmijë, kjo edukatë seksuale për fëmijë që fillon që 3 vjeç. Në fakt,
Sot edukata seksuale në shkolla është sa më vonë. Po pse? Ja, kjo. Kjo. Goca të shpjegon seksin e mashkullit dhe femrës, çunit dhe gocës. Ndiqeni pak psikologen. Të flasësh për seksin tek fëmijët e vegjël është një temë shumë delikate dhe kjo është një detyrë që merret përsipër si nga prindrit, mësuesit, autorët e librave apo çdo institucion tjetër që edukon fëmijët. Por cila është mosha e përshtatshme tek fëmijët që duhet të njihet me këtë term dhe sa të kujdesshëm duhet jemi kur tek ta fëmijët të prezantojmë këtë aspekt në të ardhmen e tyre. Shikoj se çfarë thu, mos u çuditni që në këto momente unë ndodhem në një nga kopshtet e Tiranës, pasi së fundmi në libraritë e këtij qyteti qarkullon një libër që e njeh këtë grup moshë fëmijësh me seksin. Në këtë libër mbi të gjitha përshkruhet në mënyrë të qartë dhe detajuar mënyra se si vjen në jetë një fëmijë. Por a është kjo grup mosha e përshtatshme që duhet njihet me këto koncepte? I pash me kujdes tekstet që ju më parashtroni sot, është e detajuar si përmbajtje për gjykimin tim, kur flet për kordonin umbilikal, se si ai pritet. Mendoj që është i detajuar shumë për këtë moshë. Për sa i përket formave të tjera letrare, në këtë rast, për shembull, siç është kjo vjersh Beni në plazh. Nuk është adekuate që një poezi e kësaj natyre për fëmijë të vi me këto terminologji, për shembull të mbrosha të cop mishi. Ajo që ne kemi problem si psikolog kur bëhet fjalë për tekste që i reklamojnë me foto, me fjalë, siç është edhe në këtë libër që kam përballë, është se pak a shumë i programojnë moshën se kur duhet të flasi prindi për këtë gjë me fëmijën. Ky komunikim duhet vi kur fëmia bën pyetje. Dhe për një fëmijë mund të jetë 3-4 vjeç, por mund të jetë dhe më vonë kjo pyetje. Moj nane! Oh, më falë, që ta mbyll. A du ta lexoj poezinë që ka bërë ky zotëria Gent Notari? Lexoj. Genti që palar si rrihet empush vaskën plot, në ujë zhytet mbi ujë ngrihet, pllaq e pluq bën not. Wow! Me mbathje shkon e rri mbi një batanie, në verand ku gjyshi pi një kafe ndën hije. Bravo! Ç'bën o Genti, thot gjyshi, plazh po bëj, nuk loz. Kujdes se të digjet mishi, e nuk kemi kos. Do notoj si delfin kur të shkojnë në det, marrim barkën që e lëpin. Vala me lezet. Barkën e lëpin vala? Po, me lezet. Wow. Më ke mua bashk vozisim në det gjysh, në det gjysh në bie, jam notar të vë kurrizin e në brek me rob shpije. Më falë të shpije. Ja pra, O, ty të mort të keqen Jim Morrisoni. Në bravo. Këto ishin libra, do thejmë vetë pas pak për folur për ditën e infermierëve. Sot ka qenë dita e infermierëve. Infermierët të gjithë botës bashkoni. Bravo. Sot unë da shapin nga Qiqiri. Tjera janë infermierët, tjera janë sanitarët. Si unë dan? Nga uniformat, i nda uniformat. Me ngjyra ndryshme. Me ngjyra ndryshme. Yes. Themi pas pak. Po fal, tash që unë kur shikoj një sanitare nuk i thras dot infermier. Ja, nuk i thras. As një infermier nuk i thras dot sanitare. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga Dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.